Vjet në prangat e policisë Jurgen Neza, autori i tretë i pengmarrjes së Florian Sulës me 31 mars të këtij viti. Tashmë të arrestuar, dy vëllezërit Kevin dhe Jurgen Neza, në bashkëpunim me kushëririn e tyre Hysen Neza, morën peng për disa orë Florian Sulën, biznesmen në fushën e ndërtimit. Ngjarja ndodhi pranë zonës së Ish-Parkut në kryeqytet, ku vëllezërit Neza së bashku me kushëririn e tyre janë prezantuar 32 vjeçarit Florian Sula si agent të byros kombëtare të hetimit dhe kanë detyruar të futet në automjet. Sula prej kohësh mbajnë në vëzhgim nga autoritetet të cilët i kishin monitoruar lëvizjet e biznesit deri në momentin e rrëmbimit. Pasi morën me forcë 32 vjeçarin, autorët e kanë mbajtur në një ambient në Xhavzotaj, ku e kanë kanosur dhe ushtruar dhunë fizike ndaj tij, pasi i kanë kërkuar shumën për 1 milion eurosh. Sipas burimeve nga grupi hetimor i biznesmenit Sula, ka refuzuar dhe ka deklaruar se nuk disponon një shumë të tillë. Në presion, autorët kanë zbritur kërkesën në 500.000 euro dhe kanë liruar me qëllim që ky i fundit të siguronte shumën. Menjëherë pas lirimit, biznesmeni ka denoncuar ngjarjen nga policia, identifikimi e autorëve është bërë nga kamerat e sigurisë përgjatë zonave ku kanë kaluar, pasi gjatë gjithë kohës kanë qenë të maskuar dhe të veshur me të zeza. Policia ka sekuestruar 5 automjete, 5 celular, një shumë parashësi dhe sende të kundërligjshme.